Flasim tani për oficerët e FSK-s, Majora Frem Gjelili dhe Major Besnik Thaçi, që kanë përfunduar me sukses të lartë kursin e avancuar të komandës dhe shtabit në Akademinë e Mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar në Shrivenham. Ata gjithashtu morën titullin master në studimet e mbrojtjes nga King's College në Londër. Bazuar në njoftimin e FSK-s, kursi avancuar i komandës dhe shtabit ka për qëllim edukimin dhe zhvillimin e udhëheqësve të mesëm dhe të lartë për detyra komanduese dhe shtabore të nivelit strategjik dhe operacional. Në programin që i përgadit oficerët për planifikimin dhe drejtimin e operacioneve ushtarake komplekse, morën pjesë mbi 240 pjesëmarrës nga Britania e Madhe dhe nga 47 shtete të tjera nga e mbar bota. Kurse në Beograd, Ministri